As you said, Pikërisht, siç u e that thatë Vladimir saktësisht që Putin is the Vladimir main Putin obstacle është pengesa kryesore a ceasefire. për një armpushim. So even this 1244 approach, Edhe kjo qasje Putin e can rezolutës, say, "Look, sipas modelit të rezolutës I don't want a 1244, ceasefire, mund të I'm jetë winning e on the pasukseshme battlefield." sa i takon So, këtij propozimi dhe even Putin të though thotë this që is, more acceptable nuk to dua me, armpushim, I wanna edhe pse keep fighting. kjo më I duket wanna- më e I wanna pranueshme, keep unë fighting dua ta because I think vijoj, I dua can t'i gain vijoj more luftimet on sepse the battlefield. besoj sepse mund të fitoj më So, shumë the në United fushën e States betejës. has to bring Dhe unë mendoj që onto, Shtetet e Bashkuara në këtë pikë duhet të Vladimir ushtrojnë Putin. presion ndaj One way Vladimir is Putin. by Njëra providing mënyrë more e ushtrimit të weapons to presionit Ukraine. duke i dhënë më shumë But we arma know time Donald Trump is not, Ukrainës, por ne e enthusiastic dim që presidenti about Trump doing it. nuk është entuziast për të dhënë më So, shumë arma while time we për hope Ukrainën. he will change Ndërkohë his që ne position, shpresojmë we që can ai turn mund to ta the ndryshojë pozicionin e tij, And mund të drejtohemi we can Ballkanit put pressure dhe mund të on ushtrojmë Vladimir presion Putin tek by bringing Vladimir Putin Serbia që into NATO along duke e with sjell, Kosovo. duke bërë pra And Rusinë this will dhe be Kosovën a dramatic Serbinë blow dhe Kosovën së bashku to pjesë të NATO-s, Vladimir Putin. kjo do të jetë This will një lëvizje shumë e be mirë removing sepse do të largoj which is Serbinë nga Russia's influenca best friend in Europe. dhe This will shteti be putting Serbia më mik me Rusinë fully në into the rajonin e Western Ballkanit. camp. Duke It will vendosur mean ending Serbinë në kampin perëndimor, this so-called do të japë balance fund that, kësaj të ashtu quajtur balancë Alexander Vučić says Vučić that Serbia i has referohet që ka Serbia, pra neutraliteti që ka Serbia, pra balanca ndërmjet Rusisë dhe Kinës nga njëra anë dhe Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian nga ana tjetër. Duke sjell, pra duke bërë Serbinë pjesë të NATO-s, kjo merr fund. Nuk mund të jesh antar ose kandidat për NATO dhe të përqafosh rrugtimin për në NATO dhe të kesh këtë partneritet strategjik me Rusinë dhe me Kinën. Kjo do të marrë fund. Dhe gjithashtu do të jap fund në të njëjtën kohë tensioneve me Kosovën. Sepse antarësimi në NATO që ka mbështetur dhe që ka bombarduar Rusinë, Serbinë në 1999 është diçka shumë domethënëse, shumë e fuqishme. Do të thotë që Beogradi më në fund pranon rezultatet e luftrave të fund të viteve 90 dhe luftën agresive në Kosovë, do të thotë që të gjitha këto marrin fund. Nuk mund të thoni që doni të jeni antari NATO-s, por NATO ende na ka të themi ende që na ka bombarduar, nuk pranojmë pavarësinë e Kosovës. Të gjitha këto narrativa do të marrin fund. Dhe unë kam diskutuar në artikullin tim se si presidenti Trump do të arrijë këtë në Shtëpinë e Bardhë në një ceremoni nënshkruese ndërmjet presidentit Vučić dhe çdo kryeministri të Kosovës, duke fshirë edhe zotin Albin Kurti. Po profesor, por pyetja e madhe që ngrihet është si do të bindej Serbia të hiqte dorë nga lidhjet me Moskën në këmbim të garancive të sigurisë nga NATO? Excellent question. And in fact, there's a very straightforward answer ka një to it. përgjigje shumë të drejtë për drejtë për këtë. First of all, Së pari, the person making the offer personi që bën ofertën është presidenti Trump. He is the most popular Ai është personi më popullor international figure in Serbia dhe figurë ndërkombëtare në Serbi në krahasim me të gjithë të tjerët. Serbia është vendi i parë për Donald Trump sa i takon popularitetit të tij. Krahasuar edhe me këtu në Shtetet e Bashkuara, pra Donald Trump është figura e vetme e cila mund të paraqes këtë ofertë për të bashkuar NATO-s, Serbisë, pra këtë ofertë Serbisë në të cilën e cila është diçka që Beogradi mund ta vlerësojë dhe ta pranojë, sepse populariteti i presidentit Trump është shumë i fortë në Serbi. Së dyti, Serbia realisht ka marrëdhënie të mira me NATO. And even the ambassador of Serbia edhe ambasadori i Serbisë në Shtetet e Bashkuara, zoti Dragan Shutanovac, i cili është ish ministër i mbrojtjes së Serbisë, në mënyrë të hapur ka propozuar që Serbia
të bëhet pjesë dhe të bashkohet NATO-s. Pra, qytetarët e Serbisë, pavarësisht të gjithë propagandës kundër NATO-s, qytetarët e Serbisë e dinë që ata ka arsye shumë të forta që Serbia të bëhet anëtare e NATO-s. Dhe arsyeja e tretë është Aleksandar Vučić nuk do të ketë zgjedhje verse të pranoj këtë ofertë të presidentit Trump që të bëhet pjesë të bashkohet që Serbia të anëtarësohet në NATO. Dhe arsyeja pse ai nuk mund ta refuzojë këtë është sepse edhe Kosovës do t'i jepet oferta në të njëjtën kohë për të bërë pjesë e NATO-s. Me kusht që çdo kryeministër i Kosovës të nënshkruajë the EU statute for the Association of Serb Majority Municipalities. Bashkive pra me shumicë serbe. Kjo është e vetmja dhe arsyeja, kjo është kërkesa afatgjat e Serbisë, e Bashkimit Evropian, që Kosova më në fund të krijojë pra këtë asociacion. Në momentin që kryeministri i Kosovës e nënshkruan këtë krijimin e asociacionit, atëherë Donald Trump do të paraqesë propozimin në NATO, në Këshillin e Atlantikut të Veriut, që Kosova t'i bashkohet NATO-s. Pasi Kosova të ketë një perspektivë për t'u bashkuar NATO-s, që presidenti Trump mund ta përmbush, atëherë Beogradi nuk do të ketë më zgjedhje tjetër verse të pranojë ofertën. Kjo